pasur mjaft dinamika pas mbylljes së Big Brother VIP Albania me fitoren e Selin e në post Big Brother duket se gjakrat nuk kanë qenë dhe aq të qeta. Për të folur mbi situatën dhe po themi debatin që ka pasur pas mbylljes së Big Brother VIP Albania, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Milo. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje Guri. Klevis, si e patë post Big Brotherin dhe debatet që pati në post Big Brother 1? Kam parë një Big Brother jashtë shtëpisë, një Big Brother në studio, Guri. E vetmja temë që më ngriti pak interes, nuk ose ishte interesante, po kishte pak zjarrdha, kishte Rogert, debati që ka pas Rogerti me Ledionin. Ato kunjat, ato synimet dhe që ka bërë Rogerti kundrejt Ledionit, që ti e vllai i madh, ti më ke synuar mua, ti ke goditur mua, ti më ke ulur mua, ti s'më ke dashur mua në finale. Ti ke luftuar për mos fituar unë, edhe gjitha këto që i ka hedhur, batuta që i ka hedhur Ledionit gjatë këtij live-it. Ka pëlqyer qëndrimi që ka mbajt Ledioni, ironitë e Ledionit edhe se si Ledioni është munduar ta manipuloj dhe ta kontrolloj gjithë situatë dhe përgjigjet që i ka dhënë. Nuk më bëri asgjë përshtypje Guri. Fal, ka qenë Rogerti që kemi parë gjatë shtëpisë, po i njëjti edhe aty jashtë. Unë besoj se Rogerti pasi ka parë se çfarë vërtet ka ndodhur jashtë, se si ka qenë reagimet e publikut, se si mund ta ketë parë veten e tij aty brenda për ato 48 orë para këtij kastit që është bërë. Besoja se Rogerti do paktën të dilte dhe të kërkonte disa falje atë natë. Por jo, Rogerti ka vendosur sërish mos t'i lejoj që ta shtynte atë natë, të dali kundra çdo lloj gjëje, të dali kundra produksionit këtë herë, të dali kundra çdo lloj njeriu në atë studio. Nuk më ka pëlqyer fare sërish qëndrimi që ka pas Rogerti dhe nuk arrit ta kuptoj se çfarë pretendon të fitoj duke bërë rolin e gangsterit edhe duke bërë këtë rolin e viktimës në thonjza edhe të bëj të gjithë këtë. Kemi pas batuta për fitoren e Selinit që kemi dëgjuar, disa banor ka qenë pro, disa kundra. Nuk është se kishte diçka interesante, Guri, ishin pothuajse po të njëjtë diskutime që ne kemi dëgjuar pothuajse çdo prime në atë shtëpi. Mbetet për të parë se si do zhvillohet edhe natën tjetër tani, nata e dytë e kësaj kastit, edhe besoj se po të njëjtët situata do kemi Miri dhe Rogertin. Po Selin tu duk pak më ndryshe nga se ç'ishte në shtëpi dhe Miri pak më agresiv se ç'ishte në shtëpi. Po, pikërisht, Miri ka qenë më agresiv se që kemi parë kundrejt atyre ditëve në shtëpi. Kurse në pala tjetër kemi Selinin, i cili Selin mundoi të mbajë një qendrim, ishte pak si e ftohtë, përgjigjet e saj ishin shumë të drejtë për drejta, shumë e ngathët, nuk është se ishte çliruar ajo Selini që një bashkëpiqet, thumon dhe thoshte, ishte çik si e ftohtë Guri, nuk e di se na i ka ardhur e gjitha kjo dhe çfarë qëndrimi po mundoi të mbajë Selin këto momente. Ai ka hip vetja në qef, ose është me këm në tokë dhe mundohet të jetë e drejt për drejt në çfarë flet dhe të jetë me këm në tokë pa dashur me te kalu biseda dhe përgjigjet e saj. Janë dukur disa gjëra shumë ndryshe. Kam parë edhe Mateon pak më të folur, më të futur brenda me përgjigjet e tij, duke thënë atë batutën që cila batutë është bërë varale tashmë që me aq sa ka parë na jashtë Mateo, ka theksuar që Miri dhe Rogerti nuk e kanë merituar finalen. Gjë që më ka pëlqyer shumë ajo batutë dhe ishte tamam që kanë ndezur e çik zjarret aty, atë Rogertin, të cilin Rogerti nuk mund të heshti një sekondë, domethënë nuk e di se si mund ta përballon ata studio duke pas një Rogert gjithkohën mbi kokë. Besoni që ka pasur ndjenja mes Miri dhe Selin, ashtu siç po themi deklaroi dhe Arber Hajdari? Mund, shiko, e kam parë në gjitha synimet,
E kam parë në synimi se si mund të jenë dy lojtarë së bashku në lojë, kam parë në synimi se kush mund të kenë ndjenjë më shumë. Unë e kam thënë dhe herë më përpara Guri. Mendoj se ai që mund të ketë pas ndjenja ka qenë Miri për Selinën. Miri sepse ato shikimet që ka pas Miri për Selinën ishin shikimet e një personi të dashuruar, një personi që ka ndjenja për dikë. Domethënë xhelozi që tregonte ai person, nervozizmi që ai ka pasur për shkak në debate sipër, ka pas raste që kur Selini ngrinte tonin e zërit, ai ulte kokën, domethënë Miri mund të qenë ai që mund të ketë pas një ndjenjë për Selinin, edhe vazhdoi edhe jam i bindur për këtë pjesë, sepse do të kthej çik pas tek prajmi i finales Guri. Nuk e di ke vënë veshën kur u bë surpriza dhe erdhi bashkëshortja edhe vajza sërish u bë surprizë e madhe Mirit. Unë pash një ftohtësi midis Mirit dhe bashkëshortes të tij, një, edhe ftohtësi ndaj vajzës të tij, dy, sepse një baba i cili ka mall për familjen e tij, për bashkëshortën, për fëmijën e tij, nuk besoj se çmallet me një përqafim dhe pas e le pas kurrizit. Ajo pjesa ku ai përqafon gruan e tij edhe vajzën e le pas, domethënë ishte shumë cringe, nuk më pëlqeu fare, ajo goca rrinte na pas, pak kishte ai ankthi i televizionit, pak nuk e di, ishte një ftohtësi që ajo surpriza ishte pothuajse pa lidhje. Edhe pjesa tjetër që unë kam parë është që një bashkëshortë tani që po e theksoj prap, i mungon familja e tij, i mungon fëmia, i mungon bashkëshortja, se si mund ti pas Big Brotherit kalosh tërë natën tënde me shokun tënd të ngushtë edhe nuk i rri pranë familjes tënde. Domethënë janë disa gjëra që Miri vazhdon edhe na bind akoma dhe më shumë që vërtet mund të ketë pas ndjenjë për këtë Selini, se vazhdon dhe përmend kudo. Nuk e din nëse më kupton. Vazhdon dhe përmend kudo. Sa i përket po themi një sherri të ndodhur mes Mirit dhe Ilir Vrenozit, a kemi informacion se çfarë ka ndodhur realisht në ambientet e Top Channel? Po ne njohim se si është Vrenozi, Guri. Vrenozi është një tip që nëse fiksohet me diçka, nuk ta fal, nuk kursen edhe të bie në kokë drejt për drejti. Nëse Vrenozi ka pas diçka dhe ka një diçka si personazh, ka këtë gjë që nëse ka diçka ta thot Roxë, nuk ta mban, nuk të matet. Me sa kam dëgjuar në anë burimeve dhe aq sa kemi dëgjuar vërdall, është se Miri është fiksuar me Vrenozin, që pse Vrenozi nuk e ka mbështetur Mirin, po ka mbështetur Selinin. Gjatë kësaj kohës të xhirimeve që këta kanë pas, Miri i ishte gjithmonë batuta dhe punja e Ilirit duke thënë ai Ilir ti, ai Ilir. Iliri tani gjitha kjo Guri e ka fiksuar edhe i është drejtuar që çfarë problemi ka, çfarë ke me mua, çfarë doje na unë për shkak të vend tepër. Ti je fajtori që ti e ke humbur Big Brother me duart e tua, ke favorizuar lojtarët e tjerë dhe ke humbur për veten tënde. Ma i sa dim në sy të dy opinionistëve, në sy disa banorëve aty në një break që ata kanë pas, Iliri nuk ka mbajtur më, edhe në një moment ku Miri ka drejtuar atë gishtin që kemi parë çdo prime që duke folur që unë ty do të zhduk, aty Iliri ka tejkaluar dhe është shprehur mjaft arrogant, siç e ka Iliri vetë, edhe pothuajse janë munduar të preken dhe me duar, edhe siç kemi dëgjuar bodyguardët dhe opinionistët kush ka qenë aty janë munduar ta ndajnë gjithë situatën dhe mundojnë ta qetësojnë gjithë këtë. Pas gjithë kësaj kemi parë një zërdhëk në rrjetet sociale, sepse Iliri ka dalë dhe ka shprehur në rrjetet sociale të tij disa akuza, disa ofendime mjaft të rënda kundrejt të Mirit, por në gjitha kjo atë që kam kuptuar, Iliri është prekur te pjesa që Miri ka thënë unë ty do të zhduk. I ka bërë pothuajse një kërcënim drejt për së drejtin sy gjithë aty. Edhe është mëse normale që Iliri të reagojë në këtë lloj mënyre. Shoh që Miri është bërë vërtet agresiv sepse i është dhimbur shumë kjo humbje që ka pas. Domethënë, nuk e di, besoj se Miri ka menduar se mund të jetë fituesi këtij edicioni, por humbja që ai ka pasur e ka bërë Mirin që të jetë shumë nervoz dhe të reflektojë në shumë gjëra dhe të fajsoj shumë persona. Unë
jap të drejtë Ilirit të pjesës që e ka thënë që vërtet mirë e ka humbur vetë Big Brotherin e tij. E ka humbur vetë sepse ka favorizuar pothuajse 3 banorë aty brenda. Një favorizim të madh që i ka bërë ka qenë Selini, fituesës. Favorizimi i dytë ka qenë Rogerti, sepse gabimi më i madh që ka bërë mirë në të shtëpi dhe i është humbur fitoria, e ka ikë në duart është që ai të bëhet hija e Rogertit. Domethënë kanë nxjerrë Rogertin në pa dhe vetë është sheu pas Rogertit dhe aty ka marrë fund fituesi fitoria për mirin, më fal. E gjitha kjo ka qenë një gabim fatal për mirin, do ta thosha, sepse është vërtet kjo arsye pse miri ka humbur fitoren e tij që në dita e dytë në atë shtëpi. Nuk po them për Selinin. Loja me Selinin aty te krevati ka nisur mjaft bukur. Ka qenë të dy të favorshëm, pavarësisht se një herë dilte mirë Selini, një herë dilte miri, por problemi më i madh i mirit ka qenë Rogerti. Edhe nuk e di nëse mban mend kur është bërë ajo mirësia e tyre të dyve, dhe unë kam thënë guri që tani miri ka humbur vërtet vlerat e tij në atë shtëpi. Dhe ja ku dolëm sot, pavarësisht se miri doli i dyti në këtë edicion, gjë që nuk e meritonte fare, kemi diskutuar plot herë këtë. Por që miri nuk e meritonte absolutisht fitoren në këtë Big Brother. Kështu që më vjen keq pse duhet të merret me Ilirin, ku Iliri një njeri drejt për drejt, as ka rënë njeri në qaf, ka dhënë mendimin e tij, ka thënë mu më pëlqen Selina dhe mbështet Selinën, ka parë që Selini ka pas mbështetje shumë jashtë, ka dashur dhe i japi mbështetjen e tij. Kështu që pse jo mos ta mbështesë edhe Vrenozin. Nuk arrit të kuptoj pse duhet të drejtojë banorëve tani, që pse nuk mbështetet mund të mbështetet këta. Ku qëndron kjo pjesë? Big Brother i marroi, ka marrur, nuk e çai bën më. Këto debate janë të kota, kështu që miri në vend që të bëj diçka me karrierën e tij, rri rreth akoma dhe me Big Brotheri dhe me ish banorët dhe me gjitha këto. Gabim shumë i madh ndaj mirit. Prisja që të mande një qendrim të mirë dhe të ishte plot i bindur se të shikonte plot bindje se çfarë ka bërë në atë shtëpi dhe të ulte pak kokë edhe të vazhdonte karrierën e tij dhe të na nxjerrë në këmbë të re. Lëviz, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.